Po në Shqipëri pastrohen për atë pista. Nga mëngjesi deri në mbrëmje. Dhe asë mohon do të kërkush këtë gjë. Po ama që ka akte të qarta të agjencive që ligji ka ngarkuar të merr me këtë fenomen, po ka. Ka, siç ka Agjencia për Ndalimit të Pastrimit të Parave, kallëzime në drejtim të institucioneve të akuzës lidhur pikërisht me pastrimin e parave, madje edhe në sektorin e ndërtimit, edhe atje. Ka akte të qarta, kallëzime të qarta pikërisht për këtë fenomen, apo për kompani, apo për pronar kompanish që merren me këtë gjë dhe infiltrojnë edhe në sektorin e ndërtimit para të pista. Pra kjo është e qartë, është evidente. A duhet të ushtrojë Parlamenti kontroll mbi këto institucione për të forcuar pikërisht të luftë? Po, duhet ta ushtrojë. E të zhvillojë rolin e vet pikërisht në këtë aspekt. Mirë dashur shikues, ky ishte deklarimi tashmë i deputetit Partisë Socialiste Erion Braçi, i cili tha në parlament që në Shqipëri pastrohen parat, pra ky është një fakt, ashtu siç ka bërë krahasim dhe me vende të tjera, duke përmendur Vatikanin si një rast të tillë, duke e cilësuar si një vend i listuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit në listën gri për sa i përket pastrimit të parave. Por çfarë ndodh në Shqipëri dhe në çfarë nivelesh ka arritur pastrimi i parave në vendin tonë dhe në çfarë niveli është hetimi i agjencive ligjzbatuese ose ato të cilat janë të dedikuara nga qeveria shqiptare për të marrë pikërisht me hetimin e pastrimit parave, siç është pra agjencia pranë Ministrisë së Financave, e cila merret pikërisht me parandalimin e këtij fenomeni. Për diskutuar për këtë çështje sonte në Sken Krimi, un kam të ftuar ish prokurorin dhe avokatin tashmë Ervin Karranxha. Shumë faleminderit Karranxha. Përshëndetje. Si dhe kolegun gazetar Basir Çollaku. Basir, shumë faleminderit. Faleminderit për ftesën. Kush po i pastron parat në Shqipëri? Kjo fillon më herët, kush po i sjell. Pastaj kush po i pastron, sepse janë dy grupe, nuk është një. E nisim kështu, kush i sjell dhe kush edhe si pastrohen. Janë një grup i përbashkët që njëri bën transportin, tjetri pastrimin dhe në fund rezultati ndahet bashkërisht. Se ka shumë hallka në këtë. Po nga vijnë këto para? Jo vetëm origjina si shtet, po flas origjina e tani origjina pra burimi i prodhimit të këtij produkti, le të themi veprës penale. Natyrisht që është trafiku i drogës, është çmoj pjesa e luanet e kësaj paraje, këtyre mund të them miliarda, sepse ka çështje që janë hetim në vendet Bashkimit Evropian dhe më ndoshta në Amerikë. 2-3 të tilla që ne i kemi thonë dhe mund i përsërisim sërish kanë tonelata kokainë. Në të. Dhe kur ke 25 ton kokainë si grup kriminal, dihet si racionohet toni shpërndarje pastaj në tregun evropian, se sa miliard janë, dhe në deklarimet që janë bërë në procese gjyqësore nga prokuror të çështjeve, nga mbrojtësit ligjor të pandehurëve, vetëm në 2 të tilla u ka hasur deklarata, le të themi, të prokurorëve federal belg, ku janë çështje qupuj, shqyrtohen më shpesh, le të themi, ka 3 miliardë euro të investuara për 2 grupeve në Shqipëri. 3 miliardë vetëm nga 2 grupe? Po 3 miliardë. Buxheti duket është diku te 8 miliardë, pra 1/3 apo 9. Pra 1/3 e buxhetit kanë 2 grupe. Po sa të tjerë të tillë i kemi në raporte kombëtare, ndërkombëtare që në trafikun e drogës, se nuk kalon një ditë informacion të paktën nga antimafia italiane, nga DE, nga CIA, nga Amerika Latine, ku grupe shqiptare të përfshirë në këtë botën e trafikut fitojnë gjithmonë në tepër terren. Kush e fuqin? Është pyetje. Prokurorët antimafia, sidomos Grateri, që ka qenë më shpesh në deklarime edhe në qendrime, referuar dosjeve që kanë përduar dhe raporteve të antimafisë italiane, të dijes të antidrogës italiane, kush e jep të forcë? Kush e zgjeron territorin e grupeve kriminale shqiptare? Kush, për domethënë, si gjendet kjo hapësirë? Ne jemi 2 grupe kriminale që operojmë jashtë, besoj, jo? Kemi aktivitetin jashtë. Jashtë, brenda nuk kanë grupet kriminale shqiptare nuk kanë kufi. Ndërkombëtarizimi i tyre vjen nga ortakria me pushtetin. Në të paktën 20 deklarime që nga gushti i vitit të shkuar deri tani të ambasadës amerikane në Tiranë, të ngarkuara më punë, edhe tek deklarimi i fundit i saj diku te 10 ditë më parë, po ajo theksonte që jemi këtu, thoshte, kur takoj 7 ministrat e zëvendësuar nga lodha 6 muajore e qeverisë, jemi këtu për të zbatuar agendën Trump në Tiranë. Po. Agenda Trump Tiranë, luftë ndaj karteleve të drogës, nuk tha grupe kriminale, nuk tha banda. Kartele, pra e cilësoj kartele. E cilësoj kartele kriminale. Ka kartele? Po tani ata janë të informuar qartësisht për çfarë po ndodh në këtë vend dhe me kë po bashkëpunojmë këtë grup. Dhe
ajo çfarë ishte shumë interesante në gjykimin tim, duke lexuar deklarata shpeshta të sidomos të ambasadës amerikane, dhe dihet pesha specifike e qëndrimeve, kur theksoj që ne do të punojmë me çdo partner nëpër ministri, të cilët kanë agjendën tonë. Partneri themi në qoftë se na kujton këto kablogramet që nxori e WikiLeaks, domethënë, aty kuptuam që ambasada kishte partner dhe në kuvend, nëpër ministri. Po të infiltruar. Tani partneri kryesor në marrëdhënie normale duhet të jetë kryeministri. Nuk përmendet gjykoni. Kryeministri nuk e takoi faktikisht, takoi vetëm ministrat. Jo, që nuk e takoi, por ka një vit e kusur që aty ka porosi mos ta takojë askush tjetër nga ambasada. Ka porosi për mos ta takojë kryeministri. Më gjeni një takim nga zyrtar amerikan. Edhe nga Brukseli, ka një vit e kusur që ky zotëria është vetëm për shoqata dhe Soros e Gjezdis. Vend tjetër nuk ndalohet. Pra, por kthehemi tek pyetja juaj. Këto miliarda të trafikut të drogës që vijnë kryesisht dihet terreni i shtuar i krimit shqiptar në Amerikën Latine, aty ku janë le të themi oazi, pellgu i furnizimit me kokainë dhe pastaj Evropa si parcele shpërndarës dhe e investimeve dhe reinvestimeve të pasurisë. Këtu ke me kulla, me qendra të ndryshme investimesh, me rizorte, me turizëm, gjithkund shkon ky lum parash. E kuptojmë që këtu tani ti ke baçën mjese kur të ngrysësh në darkë ke fillu themelet e pallatit. Ka raste qytetarë të ndryshëm, qytete specifike, shkonja u marrin. Kur përmendet më herët deklarimin e deputetit socialist Zoit Braçe, ishte zëvendës kryeministër dikur, që dhe më duket se kur deputeti ka qenë gjumë dimror 10 vjet. Tu tha po pastrohet para. Jo, ai tha që kjo është një gjë që dihet, domethënë nuk është se i bëri përshtypje kuptimin e gjës, se këtë e dim tha sepse agjencitë ligjzbatuese në vend tha kanë urdhër për të jetuar tha. Këtë e dim. Nuk bën përshtypja e vonuar e deputetit. Sepse dienia është sigurisht ata janë të informuar dhe për shkak të detyrës. Dhe por më mirë vonë se kur. Le ta thonë edhe këtë. Por a e din kush është përgjegjësi? A e din kush është firmatari i këtyre hapësirave të krijuar për pasurinë paranë? Sigurisht që është kryeministri. Është qeveria, votën e së cilës ka dhe nga deputeti. Atëherë, duhen të thënë gjërat siç janë. Duhen të rëndësuar siç janë. Nuk mund të thuash vetëm çarekun apo një fjalit, diçka që po ndodh, kur tashmë kjo është të e dinë gjimnazistët, të e di kushdo që ka nisur të këndojë dhe të lexojë shqip. Se pas një parave, këtu është aktiviteti ekonomik fatkeqësisht mbajtës në këmbë ekonomisë. Ka kriminalizuar ekonominë, ka kriminalizuar politikën. Dhe këtu tani, atje ku është zoti Braçe dhe deputetë të tjerë, aty ne kemi grup parlamentar të Amerikës Latine, aty kemi sepse ata marrin vendime. Dhe në këtë transparencë të përshpejtuar, të panxituar akoma, natyrisht që aktorët kryesorë nuk do të jenë politikanët, nuk do të jenë pushtetarët, nuk do të jenë sepse nga të dhënat e publikuar dhe nga gjithë raportet na rezulton që ata janë edhe pjesë e këtij aktiviteti e ndihmës edhe në fjallëkrimit të kushteve për të ndodhur kjo. Prokuroria, Agjencia e Zbatimit të Ligjit, të cilat po dremisin dhe hendet pas gjura, ky është telashi, ky është problemi. Rikthehem sërish të Çollaku. Karanxha, si ish prokuror, si pastrohen parat në Shqipëri, cilët janë sektorët, se këtë pjesë ndoshta të burimit të pasurive dhe hyrjes, përmendëm dhe 2 grupe kriminale të cilat kanë investuar dhe në 3 miliardë euro. Si bëhet kjo punë? Nga raportet e ndërkombëtarëve, sepse nga raportet e Shqipërisë është këto nuk paradalin. Dhe në lidhje flasim pak për deklaratën e Braçës, se mund të flasim edhe për raportin. Po pas nisën nga aty, nuk është problem, mjafton ta shpjegojmë gjatë rrugës. Habiti, pse tani Braçë? Pse po reagon tani? Sepse ka kohë që është deputet, ka qenë zëvendës kryeministër, mos ndoshta gjatë kësaj kohe ditë në diçkaje, sepse zëvendës kryeministër. Ka dini më tepër se ka qenë konfirmosën shumë punë. Për shembull, si te rasti Nesti Angonit tek Veliaj. Kishte dalë dhe një tjetër të diskutojmë atje. Kishte Nastra Plumbja. Jo, Nastra Plumbja. Dhe ditë Timsin, ditë dalit në kufi, ditë tatime, ditë gjëra që janë persona të brendshëm që janë në shtet. Pra çfarë di Braçja? Basir, çfarë di Braçja? Basir, mos do bëhet Braçja pentito, do t'rregoj.
Kjo është pyetje. E bukur kjo Karançës një penditur të brendshëm brenda majorancës, brenda një penditur është, po një penditur i arratisur. Po tash sepse kjo thotë ka pasur kur, sepse ideja Karançës shumë interesante. Nuk është normale një antar i që është a ka mjaftueshëm informacion që i shërben drejtësisë, deputeti Braçë për të kthyer në këtë sistem. Thush që pastrohen parat. Pa duhet të jetë akuzuar për të bërë duke pasur dhe këtë cilësinë. Po pyes ju si prokuror. E dini shumë më mirë se ne. Por të kthyer ashtu siç u theksuat, do ishte e shëndetshme për drejtësinë, besoj. A duhet të jetë i hetuar të bëhet penditur, mjafton të ketë diçka dieni dhe kthehet në kallëzues pas edhe paditës. Në kallëzues të veprës penale sepse ndryshon sepse ka qenë pozicion të tilla. Se ai duhet të kryeministri vetëm duhet penditur. Në raste të caktuara zëvendëson kryeministri është i pari dhe mund t'i thotë atij ministrisë financave këtu po. Detorie pastrimi para ose vin informacione që siklohen, se shkresat vin tek i parë, sekretari i përgjithshëm dhe kur është zvendësi, merr informacione nga më të ndryshmet, të cilët janë edhe të klasifikuara. Prandaj digjo ose pse po edhe ose mos është thjesht një mesazh që shiko, domethënë në Shqipëri pastrohen para. Tani mu duk më tepër si normalizim, se un kam vetëm një problem me politikën shqiptare, kur fenomenet të caktuara të korrupsionit dhe të krimit organizuar, apo siç është në rastin konkret pastrimi i parave, normalizohen, pra bën dhe filma, këto e kupton? Po. Unë këtë pra nuk e pranoj dot në koncept. Është e vështirë kjo Karança. Kjo më vret në kuptimin që pse do normalizuar. E dimë që pastrohet, po pra po e dim po çfarë do bëjmë. Atëherë ti po ti po pajtohesh me këtë realitet, pra ti di faktin dhe nuk ndërhyn për ndërprerje në gjendjen e paligjshme, sepse pastrimi i parave është vepër penale, neni 287 i kodit penal. Atëherë si do merren masat? Çfarë di? Madje do ishte mirë që ishte vënë në dispozicion të çdo person që di, si e din, çfarë thanë e di për shkak të detyrës apo ke informacion. Sepse vetë ai tha unë çdo gjë që ndodh në një sim 5 e marr vesh kam informacion. Çfarë informacioni ka? Dhe pastrimi i parave janë duke u nisur nga raportet e ndërkombëtarëve. Ka dhe dini për pallatet që bën në njësi, se ka dhënësi të madhe. Ose edhe aty tek njësia 5 janë bërë pallatet të dyshimta, domethënë janë bërë investime. Ka antar të vetingut që kanë shtëpi aty nga 1,5 milion euro. 1 milion euro ka një kap pallate, 1 milion euro të rrugë kosovarëve. Se rrugë kosovarëve duket sikur është larg. Rrugë kosovarëve ligë liçenit artificial. Pra del në balkon, kne shef Dajtin, kne shef liçenin, kne shef zonat e Tiranës, shef gjithë. Pra domethënë kemi edhe antar të vetingut, ndoshta do ishte edhe për zbardhjen e drejtësisë. Ka zbyt Karança? Të apelit janë aty. Ta pe kolegji Poçaçi. Edhe ky është qëllimi që këta s'duan të futen në veting, duan të kalojnë pa veting. Sepse i dalin të palarat. Dhe Braçë mund të kontribuojë edhe për këtë punë. Pra që do emërohen tash, shkojnë tek KLG-ja, që i thotë shiko, ka filan shtëpisë. Po tani një pyetje kështu, një pyetje ndoshta se po flasim për një sim 5. Po flasim për një sim 5 aty. Një pyetje ndoshta kështu. Aty janë mbledh gjithë. Ignorant në kuptimin e gjës. A mund të spaku për çështje hetimore që mund të ketë me këtë deklarim të Braçës, për shembull, thotë tu pastrojmë parat mëngjes drektar, këtë mund ta therrasin kuptimin e cilësinë e deputetit. Cilësinë pa përgjegjësi, fakti kur ti nuk shkon në troket. Jo, aty e di, domethënë kushtetuta e u cakton që nuk marr përgjegjësi, po. Ai nuk marr përgjegjësi për ato që thot aty. Nuk marr përgjegjësi shumë bukur. E thret tjerë, ndoshta do flasë. S'do më fol. Vazhdo punë. Ka thotë me takën kryesisht që ka dëgjuar diçka. Ka dëgjuar, flet tash ka informacion, sepse është dhe i qeverisë, ishte i opozitës, se opozita po fletë nuk e dëgjon kush. Pra po del në krahun tjetër, pra në krahun tjetër të baterisë. Pra s'po bëhet fjalë, pra me që ky po flet ku ka, çka ka. Si pastrohen këto Karança? Domethënë ku i pastron një grup kriminal? Tash kemi ca para ne këtu, ne të tre jemi grup kriminal, ne dhe kemi ku diun kemi 10 milionë euro. Tash duam ti pastrojmë ne këto. Ç'do bëjmë? Duam të pastra. Pastrimi i parë, gjë e parë, siguria e erë. Se ti garancia. Nga kush? Sepse ti po nga personat me pushtet. Po. Se ti s'do kërkosh garanci nga i roje karburantit. Pra, normal që do kërkohet garanci nga persona që unë do t'i investoj këto para këtu dhe do i marr. Pra do shiten shtëpinë dhe do i kem bankë. Se ky është pastrimi, shitja apartamente, vlera e madhe e tjerë. Dhe duhet garanci që këto investim kthehen. Se mos kthimi këtyre dhe ngjelja si pasojë tjera, si konflikte tashpra. Për plasë të grupeve. Për plasë të grupeve. Por duhet ndajmë diçka. Parate që vinë nga lënda narkotike dhe paratë që vinë nga korrupsioni. Se kam pyetje domethënë, kisha pyetje këto. Janë të harmonizuara. Janë të harmonizuar. Për mua si qëndrojnë në peshore këto? Kush prevalon mbi këto domethënë? Cilat janë paratë më të mëdha në tani
Mendimi im personal është direkt. Parat që vidhen nga buxheti i shtetit që shpërdoron paratë e qytetarëve janë paratë të cilët na dhen më shumë. Jo se paratë e drogës ne i justifikojmë, absolutisht jo. Një veprimtari e paligjshme që bëhet vepër penale, trafiku i drogës është një veprimtari e ndaluar nga ligji, të marrësh përgjegjësi. Por paratë e korrupsionit, njerëz të korruptuar, të cilët kur kanë filluar punë, kanë qenë, domethënë nuk u njihshin, domethënë dhe më pas gjatë punës së tyre, bëjnë ndërhyrje kirurgjikale, zgjasin ose shkurtojnë organet caktuara, bëhen me 10 shtëpi e tjerë. Pra duke ti krahasosh njerëzit, pra ti kur e nisën, nuk është ti je student, 30 qytet studenti, nuk është asgjë e keqe. Por gjatë jetës një person punon, bën një shtëpi, jemi dakord. Por ti kemi një kurb të ngritje në mënyrë të menjëhershme si ti je avion luftarak ta marrësh në pikjat, kjo ja bën mu. Pra duke qytë fytyrat, shifin ndërhyrjet që kanë bën fytyrë, që nga fytyrat duhet nisi hetimi pasuror. Ku i kanë gjetë to para që kanë bërë kaq botox, që kanë shkurtu hundën për shkak ose të ke edhe që e kanë zgjatur se kanë hund vogël, ose kanë ndryshuar, kanë sharrur nofrat e tjerë. Që këtu duhet nisi. Masanaj dalim te provat. Dhe dalim tek roli i LKBDI-s. LKBDI-ja i shef zyrtarat e lartë që kanë bërë këto ndërhyrje që cilat janë të dukshme, i kanë deklaruar ata apo jo? Ja, sepse çfarë nërojmë? Këta janë marrë vetëm me Monika Kryemadhen, me ndërhyrje shëndetësore që ka pasur, domethënë jo ndërhyrje estetike, ka thënë, por janë për shkak të shëndetit. Po ti merru me të gjithë se duket fytyra qartë andi që është e ndryshuar. Pra duket qartë, pra ke pas kokën e modit të sharrur koka. Domethënë, ose po them edhe eksperti ta shikoj e shef që ka, pra duhet ndërhy i LKBDI-ja se janë operacione mbi me mira euro, të cilët sepse gjë nuk e justifikon të ardhurat. Ka gjën fare basit. Kur robi s'ka bukës, nuk i der rroga, nuk ka kohë të bëj kokën ose të sharroj veshën. Ai do të mbaj para që ta i buk, ose që të çoj fëmijët në shkollë. Fakti që ke kohë të bësh ndërhyrje estetike, fakti që ke shtëpinë të rrugë kosovarëve, fakti që ke 2-3 makina, të ardhura në bankë, tash kjo tregon që duhet i LKBDI-ja ka dështuar. Madje po them Shkëlqim Bgani, një nga antarët, një nga drejtuesit e LKBDI-s që kam diskutuar edhe herë tjetër, mban përgjegjësi. Si ka mundësi i kapi spaku? Ku ke qenë ti gjithë këto vite? Pra je bo pal, ke legjitimu pastrimin e parave. Dhe këta duhet marrin përgjegjësi për shpërdorim të tyre dhe mos kallëzim krimi. Fal pak. Edhe spaku ka si praktik pjesë e grupit kriminal. Sa janë pjesë to që po mbulojnë krimin. Se është bosi praktik jo tash. Ndoshta është ironi therrse kjo që thot Karangja dhe për ndërhyrjet estetike, por që realiteti ky është, duhen parë të gjitha aspektet. Po flisim tek pesha. Është korrupsioni apo krimi organizuar i cili po pastron më shumë para në Shqipëri? Jo, për tek kësaj panoramat e territorës artistike për ndërhyrjet e produktet e krijuesit, siç thamë te Karangja, unë shpresoj se këtu kemi një ekuilibër që në thelb për nga kollajllëku i marrjes së paras dhe i hedhjes së tyre në depozitën e pastrimit, korrupsioni dhe abuzimi kanë prodhuar më shumë miliarda. Le të marrim koncesion, 1 kilometër rrugë që në Europë, në standard bashkimin evropian, shkon 4 deri në 5 milionë euro, këtu shkon 22 milionë euro. Pra 15 deri në 17 milionë euro prodhohen nga 1 kilometër. Kemi terren më të vështirë. Ja po e dam vjet, po marrim gjysmë, po lehtësojmë le të themi shtatzanin. Prap thoj janë shumë. E ndërtimit. Atëherë, dhe këtu, edhe ke shërbimet që nga të teknologjisë, të turizmit, tek pastaj fillojnë edhe kriptomonedat që janë aktorë të tjerë. Pra paraja që merret nga buxheti, nga fondet publike, tani ne kemi çështje që e pandehura balluku që ka tenderuar, le të themi, institucioni drejtuar prej saj 12 miliardë euro. 12 miliardë euro. Ka qenë administrimi i parave? Procedura e hetuar deri tani 11 prokurimet, për të cilat struktura e posaçme ka lajmëruar se duke hetuar 1.1 miliardë euro. Dhe me marzhin e hajdutlëkut të prezantuar edhe zyrtarisht, tani nga këta, se këta 10% kanë pasur para 30 vjetësh, tani janë tek 30%. Dhe ky qarkullim i madh financiar, tu ka 10 miliard, ka 15, ka 20, ka sa duar, se një buxhet është, ne kemi GDP për diku të 25 miliard euro, le të themi si vend. Dhe kjo sasi e madhe parash që
Ore, e pam 5 dënë që ishte. Merë parat nga bashkia, I jepja punëtorët bashkisë, për në hotel. Pra, nuk paguën, për to një paguën dhe taksën. Do shkon pra, tek një pyetje tjetër. Pra, ishte përfuj se gjitha e vjedhur. Edhe në këto para publike, ku janë futur duar të këtyre hajdutëve. Dhe çfarë duhet? Ju duhen dhe ortak të tjerë kriminal, të trafikut të drogës, të vrasjeve, të krimit organizuar, sepse ju duhen lojtar për të bashkëpunuar, edhe për të shtuar sasinë e parave, edhe për të formalizuar, të kenë burg trafikantë droge që kanë marrë tendra publik. Nuk kishin dieni, ata hetoshin për 5 vitesh, 7 vitesh, ndoshta edhe 10 disa të tjerë. Një pyetje kam. Dhe kur këta ishin në hetim për trafik dhe krim të organizuar, dhe marrin tendra në dieni të informacionet nga SPAK-u, nga jurisdiksioni i përgjithshëm, po drejtoria e parandalimit të parave, çfarë bëhet aty? Pjek misra ajo. Mbyllë fare, çfarë? Nuk e di kush janë, se nuk kam hasur raporte të strukturës posaçme apo të prokurisë së përgjithshme, të jurisdiksionit të përgjithshëm, nuk kam pasur, nuk kam lexuar, le të themi, shembuj apo referime të këtyre institucioneve të parandalimit pasin para apo ai LKPD-ja që duhet ishte mbyll. Jepë me qira. Përfiton shteti më shumë taksaton me qira se sa puna që ka bërë ajo. Edhe rrogat që morin kota të gjithë, që janë gjithë miqtë e njëri të tjetrit. Do kishin përfituar më shumë taksaton me disën me qira, se gjithaj sipërfaqe. Se marr shteti më shumë lekë se sa produkti që kanë sjellë ata në drejtësi. Sikur garazh ta kishte vot do kishte fituar më shumë. Kanxha di shumë më mirë, por veç kësaj. Raportet e saj që janë përmbysur në procesin e rivlerësimit të vettingut. Kur ata kanë sjellë barë të Borzi dhe na sjell tash. Tani njëra prej këtyre institucioneve mban përgjegjësi. O institucion ligjërisht dhe teorikisht I specializuar për të hetuar pasurinë e paligjshme, për ta kontrolluar dhe verifikuar, ose këta të vettingut që në gjykimin tim siç kanë parë, nuk kanë pasur ekspertizën e mjaftueshme dhe të duhur, por janë në minorancë krahasim me atë ekspertizë që ka LKPD-ja për të hetuar paran, si kanë përmbysur këta? Pa e pasur edhe ekspertizën. Atëherë pavarësisht përbërjes cilësore të njërit apo tjetër institucion, vim tek rezultati. Kur rezultati I njërit institucion përmbys tjetrin, cili është përgjegjës? Njëri çalon aty. Njëri çalon aty. Tjetri njëri çalon. Njëri ja ka futur është logjike, po. Njëri është blerë, njëri është shitur, njëri nuk thot të vërtetën. Dhe ky që nuk thot të vërtetën ka shkelur ligjin, dhe ky që ka shkelur ligjin, cili do qoftë I pari apo I dyti, është marrë në ndjekje penale? Se shkelja e ligjit do thotë që të hetohet një gjë nuk ka ndodhur në asnjë rast. Përmende është mbyllur pothuajse procesi I vlerësimit.